Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës Luanit. Do bëjmë leximin e radhës për ju. Të dashur Luan, një lexim i shkëlqyer. Po fillojmë me diellin. Një dritë që ndriçon çdo qoshe të jetës tënde. Jemi duke u futur në energji të tillë. Është kohë e sukseseve, energjisë pozitive dhe frymëzimit të brendshëm. Gjërat që kanë qenë në hije fillojnë të marrin qartësi. Një mundësi, një lajm i mirë ose një ndjenjë fort rikthimi në jetë mund të japin një energji të re të dashur Luan. Kjo letër të thotë, tani është momenti yt për të shkëlqyer. Je në sinkron me universin dhe çdo hap që hedh mbart dritë e gjallëri. Vazhdojmë me letra të bukura të dashur Luani dhe pas këtij ndriçimi tregon që pason dritën, si vjen kjo letër që si shpërblim që pason dritën, ta them, që ti përshtaten kësaj letre. Tregon stabilitet, harmoni dhe siguri. Veçanërisht në fushën materiale apo familjare të dashur Luan, mund të ndjesh po vjel frytet e një periudhe pune, përkushtimi, që nuk do thot patjetër monetar, mund të jetë dhe emocionale, nga që janë lexime në përgjithësi të dashur, por ka një minjohje, rati dhe një ndjesi të fortë se më në fund jeta po të kthen atë që ka dhënë. Për disa Luan, kjo periudhë mund të sjellë një stabilitet të ri në marrëdhënie ose në vendin e punës. Dhe akoma më mirë, vazhdojmë me botën, kjo letër forcon këtë ndjenjë për mbyllje, një cikël të madh në jetën tënde po mbyllet me sukses. Ti po hyn në një fazë, Luan, të re, më të pjekur, më të vetëdijshme dhe më të përmbushur. Kjo letër të kujton të mos harrosh sa rrugë ke bërë, je rritur shpirtërisht, ke kaluar prova dhe tani ke arritur në një pikë ku mund të thuash me bindje: ja dola. E kam arritur. Është një moment për të festuar arritjet, edhe për të shtruar themelet e një kapitulli të ri. Gjithmonë kur përfundojmë diçka të dashur Luan, patjetër që do fillojmë diçka të re, apo jo? Dhe 8 të majkullit kujton në fakt kjo letër, shikoni, që ka një derë, se edhe mes dritës mund të ketë një ndjenjë pengese të brendshme, është në brenda jush. Mund të ndjesh se diçka ende po të mban mbrapa, një frikë, një situatë që se ke ndryshuar plotësisht, apo një ndjenjë se nuk mundem ndryshe. Kjo letër të thotë qartë dashur Luan që mundesh. Kufizimet nuk janë reale, janë mendime që të mbajnë peng. Nëse guxon të marrësh një vendim, do të shohësh se rruga para teje është shumë e lirë, se që mendon. Më e lirë se që mendon, pra ku e ke angelin pas vetes dhe ju po hapni atë derë. Mos keni frikë të dashur. 10 të Gabrielit flet për lodhjen, përgjegjësitë e tepërta që keni patur deri tani dhe është normale, absolutisht. Je mësuar të jesh i fortë, të mbash shumë mbi supe, por tani sikur me një farë mënyrë të thotë universi apo një energji të tillë të lehtësohesh, nuk është detyra jote të zgjidhësh gjithçka Luan, apo të jesh gjithmonë për krah të tjerëve. Kërko ndihmë nëse ka nevojë, vendos kufi nëse ka nevojë, lësho barën që së takon nëse ka nevojë. Pra, puna, kujdesi dhe përgjegjësia janë të bukura, por vetëm kur janë në ekuilibër me qetësinë e shpirtit tonë. Dhe të dashur 7 të Arielit, që tregon apo në fakt të kujton, do thosha më shumë, se gjithçka që ke mbjell është duke u rritur. Prandaj thash që është një lexim vërtet shumë i bukur për ju, jeni në një nivel apo një etapë po futeni të jetës që vërtet çdo gjë të shkëlqej. Pra, gjithçka që keni mbjell po rritet, edhe nëse nuk e shehmi njerë, kjo është koha e durimit dhe reflektimit. Mos e vë në dyshim veten apo punën tënde. Mos dysho në atë çfarë ke bërë. Tani është momenti të presësh me qetësi dhe të mendosh për hapin tjetër, jo të nxitosh. Faza e rritjes ka filluar dhe fruta do të vinë absolutisht jo shumë larg.
në kohën e duhur, kur vërtetë çdo gjë do jetë ashtu siç keni dëshiruar. Pra të dashur, kjo është një periudhë ku të them, drita kthehet, suksese shpërblen dhe shpirti çlirohet nga gjithë pesha që keni patur. Mos ke frikë të ndalesh, të marrësh frymë dhe të shohësh se sa shumë ke arritur. Je në fundin e një kapitulli dhe në pragun e një fillimi të ri që të premton më shumë gëzim, qartësi dhe qëndrueshmëri. Të dashur Luan, mos u lodh duke mbajtur barrën e djeshme, sepse drita e sotme është më e fortë se çdo hije e kaluar.